Arlinda Jeti apo Ardian Ismaili i rikthyer. Se kë ka alternativë? O zonë duket keq? Ai zëri i ëmbël i Silvinjos, po e them kështu që na i përkthen Silvinjon nga italisht në shqip, Lenida Halila, të cilën e përshëndesim. Përshëndetje, mirë se u gjeta çuna. Me një lule unë vjen Behari dhe shpjegoja në gjuhën e vet. Këtë ekipi e percepton si një ndeshje decisive e cila duhet fituar. Në komentarja thon ja, gjë më bukur ishte Lenida. E ngacmoj ndonjëherë misterin edhe i them, të mungonte vetëm një pjesë, do merrje Messi apo Ronaldo. Jo, është ke parasysh ato projektet në shkollë që e bën punën 3 veta në projekt. Ja. Është java E kualifikimit të botrorit për kombëtarët shqiptare. sa bukur ke folur, është java më e rëndësishme për pas e kaluam ato me Serbinë, sa ajo është më e rëndësishme deri më tani. Tas më përballemi me Andorrën dhe më pas me Anglinë për të siguruar për herë të parë në historinë e kombëtarëve shqiptare të futbollit pjesëmarrjen në play-off të Kupës së Botës Amerikë. A ke dëgjuar që do bëhet linjë direkte treni Tiranë-Amerikë? Edhe për E kam çfarë dëgjuar. bëhet për këtë? Ekspres i shpejt Tiranë-Amerikë për kombëtarën shqiptare të futbollit që do të luajë në botror, pa shgjykime të fuqishme këto. Trajneri Silvinjo hapi kartat, duke prezantuar 25 lojtarët e ftuar. Tani Flor. Ja ku i kemi edhe. Kthehemi nga ekrani. Risia e vetme e kësaj liste, Flor, është thirrja e sulmuesit Indri Tuci. Në port, Strakosha, Dajsinani dhe Simoni dihet që titullari do është Strakosha. Në mbrojtje kemi Mitaj, Ali, Gjimshiti, Ajeti, Ismaili, Cake, Hysa dhe Balli. Edhe Cake është interesant fakti Që që është ka era e dytë që rikonfirmuar në kombëtare dhe në krahasim me listën e Serbisë mungon Enea Mihaj. Okej. Pra, Cake duket më i afirmuar se Mihaj në kombëtare për momentin. Mes fusha, Vazhdo ti me dyre partë të avancuar. mes fusha është Aslani, Laçi, Ramadani, Berisha, Sheu, Pajaziti, Bajrami, Hoxha, Hasani. Asnjë surprizë, gjithçka e llogaritur në llogarinë e Ndoshta Silvinjos. mund ndryshoj pak fakti që Berisha vjen në pozita më të mira këtë herë. Unë mendoj që jo, po do Mendoj diskutojmë më vonë. Unë mendoj që çfarë do të bëj Berisha, vendet dihet kush janë të sigurta. Sulmi! Zoti Thomaj, Broja, Manaj, Uzuni, Daku dhe Tuci, Tuci. Indri Tuci. Bajrami nuk duhet të thirrët kombëtare për momentin. Ka luajtur se me nuk- Rangers nuk ka fare, luajtur, fare. po. Kur ai për komentin që është lojtari më i mirë që kanë patur dhe i beson atij lojtari. S'ke që bën, ato e ka Ka drejt. qëndrimin e vet, Aty prandaj ka po drejt, them. aty ka drejt. Pra futbolli ka dy qëndrime dhe në këtë rast nuk ke çfarë i thua. Jo, aty Nuk ke çfarë i thua. dëgjoj, e thën Shqip Troç na mbylli gojë me rezultate. Se po të humbiste do e kishim sulmuar 10 herë. Patjetër. Fitoi me Serbinë, tani do ta mbylli gojën dhe me Andorrën. Dhe risia e vetme e listës, Indri Tuci, po ta lexojmë pak. Në konferencën për shtyp, i pyetur për rikthimin e Tucit, Silvinjo tha, 2 pika, hapim klapa, çfarë janë këto? Tuci tha është një lojtar playmaker që mund të luajë në shumë pozicione dhe është një alternativë shtesë për sulmin ton. Tani unë e lexova si Tuci është një sulmues i cili me shtatlartësinë e tij dhe karakteristikat e tij do të na vi shumë në punë në rast se do na duhet goli ndaj Andorrës. Kështu lexova unë Troç. Patjetër. Unë lexova kështu. Edhe mendoj që Tuci është një zgjidhje, duke qenë se nuk është një nga ato të para të sulmit që ka kombëtari, është një zgjidhje për ndeshjen me Andorrën. Pikërisht. Që Me ndoshta Anglinë si mund ka të shanse, se kjo mund është të lista jetë- për Anglinë, ë? Mund të jetë dhe rotacion për nëse kombëtari fiton që pjesën e parë, po them apo. Jo, rotacion jo. Unë mendoj që Tuci do jetë Jo nga fillimi. Pra Jo, jo. rotacion për lënë lojtarët më të lirë për çan më shpellur për Jo, Anglinë. dëgjoj, për Silvinjo jeta vdekje është vetëm Andorra. E sigurt. Nëse shkon 0-3 Me minuta Anglinë nuk e vret me një, jo. Për mua Tuci është thjesht alternativë në rast se ne jemi 0-0 me Andorrën me minutë 75. Okej. Për mua ky është synimi vetëm i Po të Tucit dyja kombëtare. qëndrojnë, edhe nëse Qëllimi je i keq tij. edhe nëse je 0-3. Për mua unë shoh si qëllimi i tij është vetëm nëse jemi barazi me Andorrën minutë 60, Tucin e keni në fush, e vdekur. Ja jam gati të vë bas me ju publikisht ç'a doni. Do të bëjmë pak formacioni më të mirë të mundshëm për ndeshjen me Andorrën. Ta zgjedhur portierin. Mendoj shumë, ha. Port Në portën një Strakosha Strakosha. nuk ka diskutim edhe pse janë aty Dajsinani me Simonin, por që dihet kush gjithmonë titulari për ka qenë aty Për portin Strakosha jemi është sigurt. për portën. Ndoshta do të Tani, mbrojtjen pak. duke pasur parasysh që është një ndeshje ku na duhet fitoria. Duhet të rrezikojmë më shumë apo duhet jemi prap me ato që Silvinjo ka treguar që nuk rrezikon. Pra për mua 4-3-3 do Është nisi. ndeshje që duhet fitore patjetër. Dhe nëse ti nuk fillon që fillim, ti je ekipi i avancuar dhe ekipi që do golin, do jetë Po, problem. ti do jesh me titull lojtar, po thjesht do luash me skem më para, logjikisht. Po mos harro që minutat që kalojnë është impresioni vetëm te kombëtarja. Atë pra ne ka marrë tutin ai për ta fut po Patjetër, vujti. Ka u djathtë mbrojtjes pron private e Elsaid Hysaj, rekordmeni kombëtarës shqiptare e kemi- futbollit.
Hysa është përgjithësia Florit e printonte dhe Flori nuk zgënjen kurrë, ka printuar Hysa, ne kemi këtu. Në qendër, debati lind. Arlind Ajeti apo Ardian Ismaili i rikthyer? Për mua Ismaili. Ismaili akoma nuk ka bërë më shumë nga 3 ndeshje apo. Dakord. Po pra, Po ka luajtur me Torino, ka marrë formën, Tani, është kthy. Ti thua të heqim një Ajeti i cili ka qenë blind Konstant në çdo ndeshje që ka bërë kombëtare. Pra, e ka merituar vendin e vet. Shiko, Nuk është se Ajeti ka çeduar dhe Prit. themi që okay, Ismaili është top nivel, por Ajeti me kombëtaren po ashtu nuk ka gabuar kurrë. prit. Pyetja është kush është më i mirë me këmbë me topin? Ajeti apo Ismaili? Pse? Sepse me Andorën në letër ti do kesh zotrimin e topit. Ti nuk do kesh hall të mbrohesh. Ti do kesh hall të sulmosh. Po patjetër pra, po puna është që ndonjëherë do duhet edhe një siguri më tepër. Jo, Flor, me Andorën, Ismaili me Andorën dhe Ajeti me Anglinë. me Anglinë, bëj çfarë do si vi me Anglinë do jetë në shekoti për çef. Po prit më merre me radhë. Jo, me Anglinë do jetë në shekoti e diun fitoj me Andorën e, po Ti mos mu bëj nga këta të lotave. Po unë dua shumë të fitoj kombëtarja, patjetër. Por, mos themi fitore në xhep se ka treguar kombëtarja që e ka mundur dhe Lituania këtu. Pra ka treguar që ka ndryshon skenari shumë. ndryshon skenari. Këtë do vendosin në mbrojtje. Unë them Ismailin sepse është një lojë që ti do sulmosh, nuk do mbrosh. Ajeti është shumë i mirë për të mbrojtur. Po në topin unë mendoj që Ismaili është më i mirë për të sulmuar. Nuk jam dot kundër Ismailit, por Ka bërë gol me Ukrainën do Ismaili. preferoj Ajetin për atë që ka treguar deri tani. Por a duhet Ismaili për të kontrolluar topin më Flor? Sepse Ajeti nuk ta kontrollon topin si Ismaili. Po ti do të sulmosh 11 për shënuar gol me Andorën, se Andora nga mbrojtja e mesfusha do pasoj, nuk do bëj diçka më tepër. Jo. Plus, Ajeti ka bërë diçka te goli Serbi, ka qenë ai që hutoi mbrojtje. që do lihuq. Po nga ana zori tjetër, marrën bosh. jo, Ajeti do lihuq. Ismaili ka bërë gol kundër Ukrainës në Liga Kombeve, mbamën? Secili ka bërë mirë momentet e veta. Po pra, po mua më duket aspekt më i mirë Po ta sulmues jap Ismaili. Ismaili. Për mua Po ta Ismaili. mendoj që është mbrojtës i mirë dhe nuk them. Edhe me kokë është i rrezikshëm dhe me këmbë luan më Por mirë. me Anglinë Ajetin. Me Anglinë kryej ai më. Si e ka ai? Krisman Cake, çon si kalla. Ktu, për mua Ismaili me Andorën. Duke që je tifoz Real Madridit. Qendra e mbrojtjes bas me Ismailin, s'do as men as kalem. Gjimshiti në qendër El Capitano. Se fakti që po bëjmë debatet e mbrojtja nuk pëlqen se do shkojmë emision. Po ke bërë të vujmë nëse. Klori Kall. Krau e majt. Pronë Mario Mitajt, s'ka debat fare. Po e zëm nuk vë mita këtë vesh. Edhe pse me Don Berisha po bëhet i frikshëm me Lecën, nuk mendoj që do ketë vend për të, sepse do t'i besoj Silvinho të vjetërve. Por i ka forcuar pozitat për të futur të paktën pjesën e dytë këtë herë. Nëse do na duhet gol, alternativa e tij në mesfush, jo, më pse për kontrollu topin, e di pse them jo, sepse mund të duhet që nëse jetë 2-0 ti mund të aktivizosh nga stoli një mes Julian Sheut ose Ramadanit. Thash një mes se nuk dim këtë vetëm titular. Pse ta quajmë titular? Ramadani ishte më i miri me Lecën, është pa lojtar më i mirë ndeshje me Lecën. Po bën sa gabim, po s'lejohet bësh më shumë. Nuk jam kondra, nuk jam kondra. Edhe mos isha kondra Ismail. Jo, nuk jam kondra, por mos harro që Ramadani ishte lojtar që kishte vrapuar më shumë në sfidën e Serie A. Pra, po fiton terren. Sheu ka vazhdimsi me kombëtar, jam dakord unë. 50-50 janë për këta dy unë, për mua s'prish punë. Shiko, 50-50 ishte edhe mbrojtja edhe këtu. Se ka diçka. Janë mirë me klubet dhe Ramadani dhe Ismaili, ndërkohë Shehu dhe Ajetit kanë bindur të çdo ndeshje që ka bërë kombëtarja. Jam dakord. Pra mund të jetë një lloj balotazhi që nda Silvinho. Jam dakord, plus edhe Ramadani ardhën nga stoli freskët do i kpusi andorianët më. Prandaj me sfushën. Me sfusha shekurime, Aslani Laçi nuk ka diskutim fare. Laçi. Po pse Bajrami më shumë? Bajrami s'ka luajtur me Rangersin fare. Mos ia fut kod Bajramin e merr Silvinho ose ka fiksimin e vet. Po Bajrami Ka edhe Hoxha që është formë mirë. Ka bërë shumë gjëra. Hoxha do të alternativë sulmi, jo me sfushe. Po mund të luajë aty. Hoxha, domethënë bëri gol me Jordanin, vjen në formë të mirë, po jo me sfusha, alternativë sulmi. Për mua Hoxha Kratmat. Ka bërë gol me Dinamo Zagrebi. Se kjo ka alternativë. Kratmat ke Hoxha ose Manaj, ose Uzunin. Uzuni duket keq? Jo, s'u duket keq Uzuni. Pra. Por Hoxha, prit të argumentojmë. Hoxha ka karakteristika më dribluese, më ikje në vrap, në shpejtësi. Dhe më goditje drejt portës me atë që tregojnë ndaj Jordanisë. A nuk të duket pak tipi Dakut që është më mirë kur futet në pjesën e dytë? Jo. Jo në këtë sfidë, sepse në këtë sfidë na duhet ta mbyllim ndeshjen që 1 minutën e parë, sa të nisi bëjmë gol marrën punë. Ore, nuk jam kundër edhe për Uzunin. Nuk je kundër. Po tani ky djalë që bëri ndeshjen më mirë Serbi, nuk e meriton të luajë edhe këtu thua ti?
Shife listën. Shife lojtarët e meritojnë gjithë luajnë. Po të gjithë meritojnë të luajnë, po Meritojnë tani gjithë. që ishte Në këtë karakteristika të ndeshjes, për mua duhet Hoxha, sepse ka Hoxha është lojtari që ikën në krah, merr më shumë krahun se Uzuni. Po. Apo jo? Por Pason më mirë se Uzuni. Ka bërë ca gola çuditshëm me Shqipërinë me Dinamon e Zagrebit, apo jo? Ka bërë? Por Uzuni është lojtar më agresiv për raporte, e para, dhe e dyta është më potent që ta gjej golin edhe vet. Se ndonjëherë teknika Po pse mos vi nga stoli Uzuni? janë ca ekipe. Andorra është nga ato ekipe që nuk të bën shumë punë teknika ndonjëherë se janë Po teknik do duhet se do jenë gjithë mbrojtje ata. Po ai që luan elektricist nuk e di teknikën se ta fut fshelmin nga dy Po pra, krah. do jenë gjithë mbrojtje. Dhe ky lojtar që është potent, ta godet portën edhe nga larg. Po nga larg godet Hoxha më mirë se Uzuni tani, mos më luaj mendsh. Po është para portës dhe gjej golin vetë. Jo, dëgjoj, të duhet Hoxha se duke qenë se janë hidraulik të Andorrës, nuk do din të mbrojnë. Dhe Hoxha në zonë do lëvizë, do marrë penaltit, do marrë faulla shumë interesant. Mos harro se mund ta zgjidhen dhe me goditje standarde. Nuk e di ka më shumë besim do Uzuni. Tek ka qift? Sepse unë them që Hoxha ka karakteristikë Tek ka ndryshe. çifse. Ore, jam dhe për Hoxhën, po e meriton për ndeshjen që ka bërë atje. E meritojnë gjithë Tek ka për nesër qift, që tek bën ka më qift. edhe Miha e meritoi. Tek ka çift. Çfarë do marrësh ti? Çifti. Tek një stop. Tekson. Çifti pra një stop e kishim 3-4. Uzuni, okay, e mori Uzuni, nuk është çështje fati. Ç'është fati, ti më ke marrë 3 herë deri tani, ç'është fati. Krau i djathtë, pastaj qendra. Atëre, krau i djathtë, Broja. Pa diskutim fare. Pa diskutim Broja sepse nuk ka minuta me Burnley, po është fizik, i lodh andorianët. Ti merr të Luajti bërës me me vetë. gjithë, me i merr pak fjalë, edhe i lodh fizikisht. Tani zgjidh këtë vendosësh. Heroin e Lushnjës apo Mirlin Dakun apo së fundmi Indrit Tucin. Mendoj që do bjem në një mendje për këtë, që ti Rejman e këtë. El Rey e ka vendin e sigurt me atë që bëri me Me Serbinë. atë goli Serbi ka siguruar 10 ndeshje, jo 1. Po. E ka siguruar 10 ndeshje, kështu që ky është formacioni më i mirë i Munchën në Por- bazë të mendimit tonë, dhe pse unë nuk jam dakord për Uzunin. Unë jam shumë më shumë për Hoxhën. Dakor, po them që tjetë rotacion për të futur pjesë dytë Hoxha. Shumë okay është. Por duhet ta zgjidhim që në pjesë parë, se në pjesë dytë nuk ke më kohë. Po shkoi pjesa 2 0-0, morën fund. Ti pate një kombinim, këtë një shumë që pate edhe me Serbinë apo. Po, se u trasha. Këtë njëti që pate. E treguan që të vendosin ndeshje shumë vendimtare. Po ka të tjera Pra. karakteristika mor zotri. Po nuk ka të tjera kur Ka shumë të tjera ti karakteristika. Kërkon golin, dhe kur kërkon golin këta tre ta konfirmojnë që ta gjejnë Me golin. Serbinë ti se doje golin me se s'bën. Nuk e doje. Prit. Po ti po mos fitoje atje, nuk ishte këtë pozitë tani. Po, Po pra. por me Serbinë ti 45 minutën e parë vlla ishe tërkohës në mbrojtje. Mos ma harro, Nëse nuk është ti një vetëm ekip. goli i El Rey ta ndryshoi situatën. Nuk është njëjti ekip. Prandaj por nga që ti s'është pra njëjti kërkon vetëm ekip, golin, vetëm nga që fitore. s'është njëjti ekip, unë mendoj që duhet futet Hoxha Kratmajt për të marrë krahun dhe për tribluar. Okej, për Andorrën, po lëm formacionin e tillë. Strakosha, Mita, Xhimshiti, Ismaili, Hysaj. Përpara Laçi, Shehu Aslani dhe reparti avancor Uzuni, Mana e Broj. Në fund për mbyllje, për ëmbëlsi dhe për Kosovën, Flor. Sepse ashtu si ne, dhe Kosova përballet me Sloveninë, sfidën vendimtare, në rast se Kosova merr vetëm barazim me Sloveninë transfert, siguron play-offet. Gëzuar I urojmë sukses të dyja përfaqësueseve, gëzuar dhe ju që na ndoqët. Çuna dhe goca të Andale, tashmë jemi në pjesën e dytë, mbasi e mbyllëm mjaftueshëm debatin me Florin për formacionet dhe për lojtarët e ftuar. Tashmë në studio na bashkohet një pjesë shumë e rëndësishme e kombëtares shqiptare të futbollit, është gjithmonë ai zëri i ëmbël i Silvinjos, po e them kështu që na i përkthen Silvinjon nga italisht në shqip, Lenida Halilaj, të cilën e përshëndesim. Përshëndetje, mirë se u gjeta Lenida. Çuna. Mirë se na erdhe në studio. Faleminderit që je prezente ditën e sotme. Do ta nisim menjëherë me tema të përgjithshme fillimisht. Nuk do të flasim jo vetëm për kombëtaren, por edhe për ty. Si është të jesh zëri i kombëtares ose më saktë përkthyesja e Silvinjos? E vështirë, me thënë të drejtën, është përgjegjësi shumë e madhe, sepse ndoshta duke e parë nga jashtë, dikush që është i ulur para televizorit ose nuk e di e shikon në YouTube, thotë, "Oh, sa e lehtë gjithë dim italisht edhe fjalët që i kemi mësuar mundësisht që në shkollë ose ndoshta nga reklamat. kurrikullat, nga reklamat ose nga rajuna, rajduë." Por fakt është shumë përgjegjësi e madhe sepse para duhet flasësh shpejt, duhet kesh memorje të mirë, duhet mbash ndonjë shënim, po s'mund të mbash shumë shënime sepse sidoqoftë nuk të del koha. Silvinjo ka të gjuhën e tij, janë terma teknik sigurisht, kështu që flet dhe gjatë. Dhe vështirësia më e madhe është në fakt jo në konferencë për shtyp, por në fakt është në flash zone pas ndeshjeve, sepse aty as nuk mund të mbajnë ndonjë shënim, kështu që
bën ndonjëherë një analizë shumë të madhe sa kthej ndonjëherë më shikon thotë mua më fal shumë, por që pastaj flet akoma më tepër, kështu që nuk është është pak e vështirë për të mbajtur mend, po përgjithësi e madhe dhe interesante. Ta nisim pak me historikun. Sa koket Ilenida që je pjesë e kombëtares shqiptare, si nisi, nga erdhi, sepse në profesion të parë ti je psikologe. Psikologe, po. Psikologe, si u lidh dashuria me futbollin, me kombëtaren? Unë fakt pjesë e FSHF-s kam rreth 1 vit e gjysmë, pra që nga marsi i vitit të kaluar, por që pjesë e kombëtares janë bërë nga shtatori, duke nisur nga Nations League e vitit të kaluar. Takimi me FSHF në sensin dashuria për futbollin ka nisur shumë kohë më përpara. Unë kam qenë gjithmonë shumë tifoze, babi shumë tifoze, kishinin për herë kombëtaren patjetër, po jemi të dy tifoz Brazilit, apo edhe Champions Liga, kudo që luante babi shifte çdo ekip ku luante ndonjë brazilian. Kurse unë tifoze e Realit edhe kemi qenë gjithmonë kemi qenë gjithmonë shumë të dhënë pas futbollit. Her pas here kam qenë pjesë e paneleve sportive, si për shembull në programe si Champions League ose Europiani botror, edhe u krijua pak a shumë kjo lidhja me futbollin, edhe më erdhi ftesa, kështu që e pranova fillimisht, nuk është se e gjeta veten menjëherë te kombëtarja. Thjesht në fillim ka qenë një punë në departamentin e PR-it, me lajme, duke qenë pranë futbollit sigurisht, por jo aq brenda sa që jam që nga shtatori vit kaluar. Lenida, ti je përkthyese e trajnerit. Por duhet thënë që interpretimet e atyre që thot trajneri, ndonjëherë në komentet interpretojnë ndryshe nga ti. Pra, Silvina e kupton më mirë ti apo ata që komentojnë në Instagram? Cili mendon që e kupton më mirë? Tani nuk e di se çdo kush e thash edhe fillim mund të jetë analist nga kur nuk është duke e bërë ato punë. A ka njerëz që mund ta dinë italisht më mirë se unë? Absolutisht që po. Ka njerëz që po themi avantazhi im është që u njoh gjuhën me cilën flet Silvina, kuptoj se çfarë nuk kupton ai me ato që ne bëjmë gjithmonë një lloj përgatitje përpara, sepse pak a shumë janë të parashikueshme edhe disa pyetje që vijnë ose analiza në lidhje me situata të ndryshme me kombëtarët, por që mund të ketë raste që mund ta bëjnë më mirë të tjerë, por besoj se janë faktorë të ndryshëm që nuk lidhen vetëm shumë me pasjen e njohurive teknike ose mënyrën se si e thua, por është kontrolli i emocioneve të kamerave, që dikush që ndoshta mund të jetë përkthyes shumë i mirë, nuk e ka shumë të lehtë për ta bërë. Artikulimi, elokuenca, po ashtu edhe memoria e çdo gjë tjetër. A je treguar ndonjëherë moderuar për diçka që ka thënë Silvina, pra e ke përkthyer pak më qartë apo gjithmonë ke thënë shablona do që thot ai? Jo, mundohem zakonisht ta them shablon, pavarësisht sepse thjesht ndonjëherë më duket sikur kur ai e lë pak jo evazive, thjesht e thot në terma më të përgjithshëm, ndërkohë që unë e di se çfarë nuk kupton ai me atë gjë, mund ta jem pak më specifike në atë gjë që thot. Ose ndoshta përmend 2-3 lojtar dhe unë e di që nuk kupton për kur thot mesfushor dhe ka fjalën për 2-3 mesfushorë të cilët kanë qenë pjesë e ndeshjes, mund t'i përmend me emra në atë rast. Kështu që kjo mund të jetë diferenca e vetme. Lenida, gjatë përkthimeve, e ceket pak më herët, Lenidës janë nxin jetën në thonjza, jo vetëm Silvino, por jemi një nga ata. Jemi edhe ne gazetarë që bëjmë ca pyetje shumë të stërgjatura. Sa na urren gjithmonë në thonjza. Pra sa Jo, pa thonjza fare. Ky është momenti ta thuash gjitha. Jo, realisht nuk e kuptoj, vërtet edhe nuk është se kam dashur të konfrontohem apo të diskutoj me ndonjë gazetar, po thjesht problemi është ka dy gjëra. E para, nuk është e nevojshme. Unë e kuptoj të bërit një analizë kur je pjesë e një programi, kur është pas ndeshjes dhe ti je në studio dhe analizon si shkoi, si nuk shkoi. Ka raste që gazetarët bëjnë një intro të panevojshme, duke thënë kjo është ndeshja më e rëndësishme që ne kemi për kualifikueset. Ne kemi luajtur më parë 3 ndeshje. Ato gjëra Silvino i di, nuk është se ka nevojë t'ia rithot gazetari, edhe unë t'ia ri përsëris. Dhe problemi që mu më lind këtu, e para njërë që shumë e vështirë për t'u rithënë, si pavarësisht është në gjuhën shqipe. E dyta është sepse nëse unë nuk e përkthej të plot, Silvino thot më ngeli ndonjë informacion pa ma dhënë, sepse mendon që ti ke folur 3 minuta dhe unë i përkthej vetëm diçka për 20 sekonda. Po, qartë. Ka raste më ka ndodhur kur e kam përkthyer të plot atë çfarë ka thënë. Për shembull, një gazetar bën një koment për Christian Shpendin, për një nga lojtarët dhe thotë që mendoj që duhet ishte ftuar. Dhe unë ja përkthej edhe atë pjesë Silvinos dhe Silvino i kthen përgjigje edhe në lidhje me lojtarin. Dhe ai thotë, "Jo, thotë unë e kisha në fakt më shumë si analist time personale, koment time personal, nuk ishte pjesë e pyetjes." Nuk ka faj. Kështu që ecë ndaje kush është koment, kush është analizë dhe kush është pyetje. Ka drejt, nuk ka faj. Ti jemi çuditshëm ne. Po si është marrëdhënia jote me? Ne që kemi 3 milion trajnerë në Shqipëri, aq sa veta jemi, aq banor jemi, aq trajneri kemi. Kështu që e kemi këtë fat mirë. Si është edhe gazetar. Shto edhe këtu, janë 1.5 janë gazetar. Si është marrëdhënia jote me Silvinon?
Është sepse konferenca për shtyp gjithmonë të trajton, po themi me shumë mirë, me dashamirësi, gjithmonë të kërkon ndjes kur zgjatet më shumë se ç'duhet. Është kështu dhe jashtë kamerave. Është vërtet shumë i sjellshëm. Silvino që kur vjen në federat në orën 9:00, shumë strikt me oraret, për herë na përshëndet në emikatin e parë. Zakonisht thot emrin e Fationit, thot Fation, buongiorno Fation, ndonjëherë. Unë përshëndes Dorin, ndërkohë Dorivën, sepse ai përshëndet Fationin, unë Dorivën. Zabaleta, ku ngel? Zabaleta nuk jeton në Tiranë, jeton vetëm Silvino dhe Doriva. Zabaleta vjen në javë të caktuara kur punohet për ndeshjet, edhe përpara grumbullimit vjen diku te 2 javë përpara grumbullimit. Kështu që është realisht shumë i sjellshëm në çdo lloj gjëje, në komunikim, në ndihmë. Për mua është ndihmë shumë e madhe që përpara konferencave ne bëjmë një lloj parapërgatitje. Jo, sigurisht që ti nuk mund të dish se çfarë ju vjen juve në mendje të pyesni, por kuptohet nëse mungon një lojtar sepse është i dëmtuar dhe është lojtar i rëndësishëm, do vi një pyetje. Nëse ka lojtarë të kombëtarës që nuk po fitojnë minuta ose janë mund të jenë duke kaluar një situatë problematike te klubi, mund të vi një pyetje. Nëse një lojtar ka bërë një gabim në një ndeshje të kaluar, do vi një pyetje edhe për të. Dhe thjesht ne bëjmë diku tek 15 pyetje si opsion se çfarë mund të vi dhe ai jep pak a shumë një argument që do t'i jepte në atë rast, sigurisht që del nga skripti në thonjza që mund të jetë përgatitur, por të paktën logjika është. Në fakt unë kam vënë re 2 apo 3 herë të fundit, Silvina ka filluar fletë edhe shqip. Fjalë të vogla, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje ka të vetën atë. Po ndjen pak merakun, mos ndoshta fillon të mëson shqip vetë, do nuk e duhesh më. Do na zgjidhte më shumë punë, me thënë drejtën. Por është vërtet, në fakt kam mësuar goxha fjalë, edhe madje thonë me shaka sepse ne kemi lojtarë për shembull Balliu, nuk flet spanjisht, flet spanjisht. Shumë pak dihet ai ca fjalë. Thot Zabaleta dhe Silvino thot, më shumë shqip dim ne se sa Balliu. Kështu që ka filluar të mësoj, po mundohet të paktën nëse i shpjegon diçka, mundohet ta mbajnë mend. Gjithmonë për shembull kur ham gjatë grumbullimit thot ju bëf të mirë, ose i kam mësuar goxha terma shumë të mirë. Edhe një pyetje që merret tani, përmendë Zabaletën edhe Silvinon. Është një kombinim i veçantë, ata kanë një klasike, po them Argjentinë dhe Brazil. Si është atë raportin e tyre me njëri tjetrin? Janë tipa të ndryshëm. Doriva është pak më i qetë si natyrë, më introvert, shumë i qetë. Domethënë besoj se është pak e vështirë ta emocionosh edhe të shohësh një anë tjetër. Zabaleta ka grind, dukshëm edhe si mbrojtës, ka qenë pak si agresive dhe ka qenë duket natyra e tij. Silvino është një mes i artë mes të dyve, domethënë që ka të grindën e vet dhe natyrën e tij, por që nga ana tjetër nuk është goxha i qetë. Janë kombinimi perfekt pra. Tre karaktere. Edhe Ervin Bulku nga ana që është përfaqësimi i shqiptares në këtë rast. Lina, të përkthesh trajnerin në konferenca gjithmonë një live, sigurisht që ka pasur po themi dhe momentet sikletshme ose ku ke qenë më shumë vështirësi, kujton ndonjë moment, ndonjë rast? Po qesh. Ka pasur sepse në fakt këto pyetjet e gjata janë gjëja kryesore, e dyta analizat që bëjnë kur është në flash zone dhe janë analist, ekspert futbolli sigurisht në flash zone dhe unë i bie pak shkurt dhe më kanë ndodhur që më kanë shkruar, pse ma shkurtove mua pyetjes. Po zoti, më ju vetë cikletë të tjera tani. Po, edhe madje rastisht që janë disa të ftuar si për shembull Rion Bogdani, që ndonjëherë ja bëjnë analizën sepse nuk kanë pyetje, thjesht thon mister unë e kam parë kështu ndeshjen dhe ja bëjnë në italisht edhe më shpëtojnë në këtë. Këtu, me sfusha këtu. Po, që realisht është e vështirë ta shpjegosh ndërkohë që mos se në flash zone është mekanizmi pak më ndryshe në konferencë ai flet dhe unë më pas e përkthej. Kurse në flash zone mundohem që unë ndërkohë që është duke folur, pra ka shumë si përkthim simultan, ndërkohë ja shpjegoj që menjëherë të filloj të flasë se është kohë shumë e kufizuar. Po mund të kem pasur ndonjë rast që kam harruar ndonjë fjalë, nuk më kujtoj një herë supet më duket jo, ka qenë një në Serbi. Më pyet një gazetar, thot, mister thot, ke menduar thot ndonjë të re, ndonjë surprizë, thot, ose ndonjë as në mëng, thot, që mund ta përdorësh, thashë si të them as në mëng, se nuk më kujtohej në italisht si mund të thuaj. Sepse është është një lloj shprehje në shqip, unë ja thash në një formë, domethënë a ke menduar një opsion ekstra që mund të sjellë një rezultat ndryshe, po ndonjëherë duhet të jesh pak kreativ në ca gjëra. S'ka faj, janë çik ndërlikuar ato përkthimet. Hajde shpjegoj Silvinës tani si është vendi bëhet Kovendi, apo me një lule unë vjen Behari dhe shpjegoj në gjuhën e vet. Tjetër gjë Flora.
pak a shumë me kombëtarin, po themi se zauruam. Atmosfera, prit mos se jemi para ndeshje më të rëndësishme, prit mor një sekond. Je problem edhe për mua, vetëm për federatën. Jemi shumë pak ditë, 1-2 ditë përpara sfidës me Andorrën dhe më pas sfida me Anglinë. Praktikisht në letër shihet sikur Andorra do jetë sfida e festës së madhe. Si përjetohet atmosfera në kombëtare? Shihet dhe kjo ndeshje siç e shohim dhe ne? Shiko, gjithë ekipi e percepton si një ndeshje decisive e cila duhet fituar, në sensin që ne duhet të luajmë për të pasur veten në dorë. Pra jo që të shikojmë më pas se çfarë rezultati mund të ketë ndeshja tjetër ose mos ndoshta me Anglinë pastaj mund të kemi ndonjë shans. Ideja që ne t'japim maksimumin që të marrim më të mirë në këtë rast. Edhe ndonjëherë në futboll duket sikur kur fillon të merr për mirë, vazhdon ajo për mirë. Domethënë krijohet një lloj atmosfere pozitive, u krijua që nga fitoria me Letoninë në fakt. Më pas ishte edhe fitoria me Serbinë, edhe sigurisht miqësoria me Jordaninë që edhe lojtarët patën mundësi të shikojnë pak edhe gola. U shiruan edhe psikologjikisht, se ti e di janë psikologjike sigurisht patën ndikim shumë. Broja bëri gol pas shumë kohësh për shembull, ndërkohë Bajrami po ashtu edhe Hoxha super gol. Hoxha gol shumë debutim me gol flas në sensin hera e parë që bëri gol. Goli i parë po. Kështu që emocione shumë të bukura për Lenita, ti merr ndonjëherë vëmendje në mediave, ndonjëherë çdo ndeshje që përfundon, madje kur humbet kombëtarja thon ja, gjë më e bukur ishte Lenita. Si ndihesh për këtë? Po, shoqëruar faktën është një lloj ngushëllimi, por në fakt kombëtarja ka gjëra shumë të bukura, thjesht nuk e di, se tifozët shohin anën që duan. Edhe unë kur shikoj diçka në televizion, ndoshta më pëlqen një aspekt i saj, edhe kështu që nëse unë kontribuoj po themi te ky imazh i kombëtarës, jam e lumtur ta bëj. Shpesh të kam parë edhe në përfaqet e huaja, pra ke marrë mend edhe nga mediat e huaja, moment saktuara. Më kanë dërguar shumë shpesh disa links kur ishim në Serbi, sepse mediat serbe kishin shkruar pak më tepër. Ja, zbukuruam vendin, mirë. E bëjnë edhe shqiptarët. Zbukuruam, i morën edhe 3 pikët e mirë. Jemi fituam gjithçka të mbrëmje. Fituam në gjitha drejtimet. Si u përjetua ajo fitore? Patjetër duhet të pyes pak për atë. Ti isha atje nga afër. Shumë emocionuese ka qenë, nuk e di, ato 10 minutat e fundit, unë zakonisht bashkë me Fationin, shefin e PR-it, ne zbresim në fush 10 minutat e fundit të ndeshjes, sepse normalisht e shohim ose tek media ose tek sites që janë për ulset që janë për federatën, edhe stafi, po themi delegatët. Kështu që ne zbresim 10 minutat e fundit. 10 minutat e fundit gjithë pankina ishte në këmbë, nuk i mbaje dot lojtarët, ishte menaxheri kombëtarës që mundohej të qetësonte Manajn, Brojën, Balliun, edhe ata që janë pak të qetë kur i mendon, domethënë. Balliu çudis duket tipi ftohtë. Jo, të gjithë ishin, domethënë, ishin të gjithë shumë të emocionuar, edhe lojtarët që nuk ishin luajtur, se sigurisht për shembull Manaj vinte pas golit ose Broja po ashtu ishte aktivizuar, po ndërkohë dhe lojtarët e tjerë të Stolit të gjithë ishin shumë të emocionuar. Tek këndimi i himnit po ashtu dëgjoj zëri i tyre shumë në stadium, edhe nga Stoli, edhe lojtarët në fush. Ka qenë shumë emocionuese. Në një moment nuk po futej dot në fushën e Amihaj, sepse duhet të dilte, pra aksioni të ishte goxha larg në mënyrë që të bëhej zëvendësimi. Ndërkohë Mia që po bëhej gati, nuk i mbanin këmbët sa të futej. Kthehej gjyqtari, Doriva, Zabaleta ishin shumë të çoditur se çfarë po ndodhte, ndërkohë se s'po bëhej dot zëvendësimi. Çunat ishin gati të futeshin fush, kështu që shumë emocionuese ka qenë si ndeshje. A ka kombëtar një ritual pas çdo fitoreje? Këndojnë, kërcejnë, hipin mbi tavolina. Madje, se hapan çik Instagram e Lenidës, dhe ti ke kënduar ke kombëtarja? Të kam parë sipër tavolinës po këndoje. Ke bërë traditën lojtarëve. Po. Kur kam filluar vjet në shtator, ditët e para të grumbullimit që shkoja tek hoteli, nuk është se ndodhi ndonjë gjë. Kanë qenë 2 lojtarë të rinj, nëse i mbani mend, ka qenë Sebastian Spahiu edhe Adim Zeka. Po, kam ndonjë shqiptar. Duhet këndon, ata kemi pasur edhe një ditëlindje, më duket, në atë grumbullim ose te tjetër, nuk e kujtoj, po zakonisht kur sigurisht që mund të kur është në Tiranë, jo domosdoshmërisht jam dhe tek dreka, tek mëngjesi dhe tek darka. Por shkoj kur ka ndonjë lloj sebepi, po themi ndonjë ditëlindje që ti bëjnë ndonjë video ose kur ka ndonjë lloj organizimi. Mbarojnë duke kënduar lojtarët, edhe fillon Hysaj në fakt thoshte që tani e ka radhën Lenida. Po nuk e dija fare që mund të bëhej edhe me stafin. Në fakt nuk parandodh me stafin, por që
shpotova ditën e parë. Ditën e dytë e kishin pasur vërtet seriozisht. Fillojnë duke i vrënë tavolinave të gjithë lojtarët, ngjitem, nuk po më vinte asnjë këngë, po sova amnezi totale. Më gjeti Daku atë këngën Ngjyra e kuqe. Më solli dhe tekstin, edhe tha. Daku do të jetë DJ të kombëtare, se vetëm ai di këngët gjitha. Është DJ vërtet. Edhe ndonjëherë kur nuk i pëlqen këngë që vendosen, thon Lerinda, ma jep mua atë të ti vendosun këngët nga telefoni. Mund na tregosh një sekret? Çfarë këngë dëgjon më shumë kombëtare? Si besoj në dhëma zhveshje dëgjohen ca këngë motivuese para, po cilat janë këngët që zgjedhin më tepër? Tipe të ndryshme, domethënë ka lojtarë që dëgjojnë shumë latine, dëgjojnë R&B, rap, po përgjithsisht këngët popullore janë gjithmonë, edhe të domazhveshjes këtu në Shqipëri, domethënë edhe përpara ndeshjeve jashtë kemi një tip boksi, magnetofon, që e mban Daku zakonisht. Mbasi Jordanis po dëgjonin muzikë dhe ti e di. Po dëgjonin muzikë korridor çunat. Tani, hajde të diskutojmë bashkë. Kush nga lojtarët dëgjon latinë sa të rrogjë vëmendjen? Kam dëgjuar që po dëgjoj MC Kresha semafori. Nuk dyshoj fare që ka qenë Daku që e ka vënë. Mbasi Jordanis po dëgjoj popullore, po latine kush dëgjon nga çunat? Lindën po lë mos ta thot. Do ta mendojmë bashkë. I bie ose Balliu, dikush që luan Spanjë pra, e pra, ose Balliu, ose dikush që ka qenë Spanjë si Uzuni. Po çon si ka kjo. Kthehemi te Lenida. Uzuni. Uzuni latine. Uzuni Bachata. Lenida, çfarë është më e vështirë të përkthesh? Momentet që humbasim, momentet që janë nervozizmi apo momentet e lumtura? Barazimet janë më të vështira, se kanë më shumë analizë. Fitoria ka shumë fjalë lavde, bëm shumë mirë, patëm, domethënë është besoj pak më e lehtë të analizosh kur ti ke fituar, edhe kritika nuk ka, polemika nuk ka, po ka ndonjë përmend lojtarët që kanë bërë mirë, kush ka shënuar, fokusohesh te këto momente. Humbja pastaj ka më pak fjalë në sensin sepse edhe Silvinho është i mbyllur në atë aspektin që analizon çfarë nuk shkoi mirë në sensin taktik, por nuk fokusohet tek lojtarët që mos i vëra ata në pozita që nuk shkoi mirë në mes fusha, nuk funksionoi mbrojtja, nuk u bë ky tranzicion etj. Pra mundohet ta mbaj pak të mbyllur si gjë dhe të fokusohet vetëm që nuk arritëm dot të depërtonim siç duhet, është pak më e thjeshtë. Kurse barazimet kanë shumë hapësira. Domethënë barazimin në Letoni për shembull e mbaj më që do të çot merr për të përkthyer. Domethënë ishte shumë e vështirë të shpjegoje se si ne ishim në avantazh që në pjesën e parë, më pas nuk e menaxhuam siç duhet, dhe pse u bën ndrymet edhe ndërkohë vinim nga një ndeshje shumë emocionale si ajo me Serbinë në Tiranë, kështu që këto mendoj që janë pak më të komplikuara. Me një fitore kaq të madhe që ka arritur kombëtare edhe me formën aktuale, a besohet vërtet brenda të grupit e lojtarëve që do arrihet botrori? Besoj që do arrihet play-offi, kjo është kryesorja njëherë se për mua ajo është e kryer. Është dy ndeshje të tjera. Hapas hapi, por realisht siç e kemi parë, nuk është se ka ndonjë ekip të thjeshtë. Domethënë dhe ekipet më të thjeshta ose më themi më të lehta në letër kanë një metodë, një modul të tillë që mund të bllokojnë 3-4 zona kryesore që ti mund të kesh, sigurisht edhe ne luajmë me 4 mbrojtës, por teknikisht një ekip që luan me 5 mbrojtës, pastaj 4 veta në mesfushë me skema shumë bllokuese, është pak e vështirë. Është bërë taktike e njëshme si Silvinho molla. E kupton sa bën një vit me Silvinho taktikisht me 4 mbrojtësa me 5. Jam gati të bëj atë UEFA C ose UEFA B. Dhe me që jemi këtu, sepse Lenida është jo vetëm përkthyese, jo vetëm pjesë e kombëtares, por së fundmi Lenida është moderatore në FSHF TV. Sa i sakt jam, si nisi si eksperiencë të propozuan e kërkove ti dhe si po e përjeton, si po shkon? Jo, mu propozua sepse duke marrë parasysh edhe kontaktin tim me televizionin më herët, si e ftuar gjithmonë, por besoj që personi më adapt që ishim brenda, po themi familjes së FSHF-s, si isha unë. Interesante si eksperiencë, janë bërë 5-6 puntata deri më tani. Por pak ndryshe, unë kam qenë pjesë e televizionit shumë vite, e ftuar, por jam mësuar të flas lirshëm kur jam e ftuar që mi drejtojnë pyetjet, po që nga pak e vështirë profesioni juaj që duhet të mendosh sa minutazh ke mbi të gjitha, ndonjëherë ti ndërpresësh mos i ndërpresësh fjalën, se ku fillon bëhet më interesant emisioni kur duhet japësh publicitet ose kur ta mbyllësh. Fillon bëhen diskutime shumë të mëdha, kështu që gjetja e balancës është akoma pak e vështirë, ose të them këto puntata, një kronik për shembull, të anonçoj një kronik ose intron e emisionit, është më e vështirë se sa të flas, po themi si e ftuar siç po flas tani, po avash duke. Është vetëm puntata e 5 ose 6, si funksionon sa herë je në transmetim? Një herë në javë, çdo të mërkur, është
emisioni i parë që kemi në FSHV, sepse në fakt kemi edhe më shumë transmetim ndeshjesh, do fillot pasurohet si programacion edhe me dokumentar, me histori nga kombëtarja, por që për momentin është emisioni i parë që do ndiqet nga një emision lidhje me kombëtaren edhe një emision që ka lidhje me analizën videoanalistë të cilët analizojnë kampionatin Abisnet Superiore në shifra, po themi. Një herë në javë, Zotë Mërkur. Zotë Mërkur. E shihni Lenidën në FSHV TV. Shumë suksese, pasi është aventurë e re moderim dhe shumë suksese sepse na i zbukuron ekranet dhe jo vetëm. Tani pyetja do shkoj aty ku më dhe mua dhëmbi. E dia shumë mirë. Kur po shija Ri Klasiko me Florin këtu, mu tregua një story. Ishte Lenida me fanellën me veshën e kombëtares dhe teksa zbërtheu xhupin ishte fanella e Realit. Aty u bë zemra mal. Tani mua më dhëmbi pak se dia që do të. Po, më dhëmbi, po çon si ka kjo. Si ka lindur dashuria për Realin? Lexova që je fan se Ronaldos, më trego pak. Po. Tani po themi e kam zgjedhur si klub Real Madridit që përpara se të ishte Cristiano, unë si tifoze e Brazilit thash si dhe babi që shifnim klube ku luanin brazilianët, në ato kohë ka qenë Brazili Galaktikëve në 2005-ën, edhe thash jam me Realin në sensin që ishte Ronaldo fenomeni, Roberto Carlos, lojtar shumë të mirë. Nuk është se më kanë gjetur ndonjëherë Barcelona ose klubet italiane, për shembull nga që nuk është se jam tifoze e Italisë, më pas sigurisht e kam ndjekur goxha Cristianon tek Manchester United dhe në fakt kur futem në këto debatet për kush është më i mirë, Messi apo Cristiano, më revoltojnë sepse nuk e kanë parë, kanë përshtypjen shumica atë çfarë ai bënte tek Manchester United. Dëgjojeni dhe vini vesh. Dhe sepse ka qenë shumë më driblues, ka qenë shumë më inteligjent me lojën, por ju ndryshua pak pozicioni edhe nga një dëmtim që pati, edhe nga skema që luante Reali, u bë më tepër golashonues se sa playmaker në një farë sensi. Edhe për mua Cristiano nuk është thjesht lojtar që e lidh po themi me Realin, po mua më pëlqen si personalitet, grinta që ka, dëshira që ka për të fituar, vërtetësia që ka, edhe pse mund të duket si jo modest ose si arrogant në disa raste, por është i vërtetë në atë gjë që thotë dhe është shumë mirë që e thotë. Kështu që Realin e kam parë 2 herë në Bernabeu, kam qenë. Emocione shumë të bukura. Për momentin po kalojmë një kohë goxha të mirë se kemi mundur Barçën Mashallah. Në El Clasico. Nuk kam çfarë them për momentin. Presim ndeshjen tjetër. Je optimiste për sezonin, për Champions, se La Ligën unë e shoh në xhep për ne. Nuk e di për ty. Jam optimiste këtë vit sepse mua më pëlqen filozofia e Xabi Alonso si trajner dhe klubet si Real Madridit që kanë çdo gjë të mundshme për ta fituar, çdo trofe të mundshëm në sensin financiar, në talentet që mund të vinë pa përmbyllur sy, domethënë sepse nuk kanë nevojë të binden për të luajtur për klubin më të mirë në botë. Emocionet në tifozeria, çdo gjë, fanella, po Alonso ka një lloj klasi që e ka pasur që kur ka qenë si lojtar, në fakt, një lloj miksi midis pak si italian në thonjza në sensin e disiplinës e çdo gjë tjetër, gjerman në një lloj qetësie, kontrolli, po nga ana tjetër ka edhe atë grintën si spanjoll. Kështu që mendoj që një miks shumë i mirë për ajo çfarë bëri Zidane pas një kohe të mirë po prap të Realit, arriti që të balanconte karakteret edhe personalitetin që kishte në fushë, sepse kur të kesh ti Gareth Bale, të kesh Benzema, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro. Çdo kusht, çdo lojtar ishte yll, edhe ti duhet të jesh e para një lojtar i madh, siç ishte Zidane, siç ishte edhe Xabi Alonso, sepse ka pasur sukses te veta, dhe të dish të komunikojë gjesh gjuhën pak a shumë të gjithëve, se unë tani që jam brenda futbollit e kuptoj që secili lojtar ka atë personalitetin e vet, ka ndonjë teknikë ndryshe komunikimi, dikush me shaka, dikush pak më seriozisht, dikush ti flasësh sikur është pak më i vogël edhe sa është duke u rritur, dikush që ka xha eksperiencë dhe s'mund t'i thuash ti një lojtari që ka bër 500 ndeshje në karrierë, 400 ndeshje në karrierë që okay, tani do dalesh bësh intervistë për shembull apo do japësh të lloj prononcimi, sepse do një lloj qasje ndryshe, kështu që besoj se jemi në rrugë të mira me Realin. Mashallah. 2 pyetje që merrën gjë që po flisnim. Mos u mërzi. Merrën 2 pyetje. Prit. E para se tha që nuk kishte shumë dashuri, është tifozën e Brazilin. E pyetja e parë është me kë kombëtare do doje që të përballeshim, që ti provoje si eksperiencë? Unë kam dashur në fakt të kishim Portugalin, sepse sigurisht do ishte mundur edhe të takoja Cristianon, do kisha pasur dëshirë edhe... Dhe me Anglin Bellinghamin do takosh? Po, e kam takuar. E ke takuar, Po da pres në fanellë. Madje me Ronaldo për shembull do kisha qenë në një panel duke e përkthyer, kjo do kishte qenë një eksperiencë ndryshe. Okej. Të paktën divani jon gjatë me podcastin që ka Ronaldo dhe mund të jetë një formë. Dhe pyetja e dytë pastaj merret i linjën.
Duke qenë se ke udhëtuar me kombëtarin ton, kush ka qenë po themi ajo kombëtare ose ajo transfer që ju kanë pritur më mirë, që e ndjer më e vlerësuar ose ndoshta në një eksperiencë më të keqe? Më thuash këtë duash. Jo e keqe, po e vështirë ka qenë kur kemi udhëtuar drejt Gjorgjisë, sepse vinim nga një humbje me check-in duket po. Po, dhe ishte shumë e domosdoshme ajo si fitore dhe më pastaj ngelej ndeshja me Ukrainën në shtëpi, kështu që ka qenë pak e vështirë, një 4 ditë, 5 ditë shumë i vështirë edhe emocionalisht për gjithë ekipin. Edhe ishte si një lloj frustrimi që ka ke arritur në atë pikë sa pastaj fitoria e rregulloi çdo gjë dhe u çlirua shumë mirë. Po transferta pozitive, shumë e qetë ka qenë Serbia, në sensin që nuk ka pasur shumë angazhim sepse kemi qenë vetëm në hotel, kemi shkuar një ditë përpara, nuk kemi kemi bërë vetëm stërvitjen zyrtare dhe konferencën. Pra, për shembull, grumbullimet e tjera siç ai Gibraltarit, për shembull, kanë qenë pak më të gjatë, kemi shkuar 3-4 ditë përpara edhe ose si ky i kësaj radhe. Domethënë janë thjesht pak më ndryshe, po në përgjithësi pozitive. Rikujtim, ndeshja me Gjeorgjin, asistin e golit Aslanit edhe Tuci, që është grumbulluar kësaj here nga Silvinjo, që siç ju thash më herët, është asi në mëngë në rast se gjëra shkojnë keq me Andorrën, por që unë besoj që do të shkojë mirë. Linja për ty. Para se ka lënë tek loja që kemi gjetur, unë do thoya që ti je me Realin dhe me Ronaldo në kuptoj, por nga ky këndi që kam unë, shkon shumë me fanellën e Leo Messit, me ngjyrën që ke dhe ti. Me ngjyrën që kam gjetur. Jo, nuk është kënaqësia Messi që del në plan me Lenitën vlla. Pik muhabeti. Por ndoshta thellë. Ka pasur dhe Reali bluz kështu si në ngjyrat e pinkut. Kemi pas në 2014-2015 më duket ose. Në kohën kur Cristiano kishte ato flokët Kaçurrella që ka qenë periudha. Pa ti tek debati vendimtar thua që Ronaldo është më i mirë. Absolutisht po. Kurse unë them që Messi është më i mirë, por dallohet kush është më shi e kush jo. Një tjetër për të vazhduar me këtë. Val, kur e thotë që rri afër Silvinjos te dëgjuesi të tha skemat, merr vesh nga futbolli vlla. Fatkeqësisht Silvinjo mendon që është Messi më i mirë. Silvinjo është subjektiv, kurse ti nuk je, ti je realist. Silvinjo ka luajtur një lloj. Janë subjektiv miku im. Kalojmë te loja. Zabeleta ka treguar diçka për Messi se duhet të ketë patur shumë pyetje për faktin që ai ka qenë bashkëkryetar me atë. Më shumë fakte pyesin Silvinjon për këtë gjë sepse dhe Silvinjo ka qenë gjatë periudhës kur fituan tripletën edhe çdo gjë, por Zabeleta ka qenë më gjatë në kohë prandaj. Nuk është se flasin aq shumë, të dy e vlerësojnë shumë si lojtar, e shohin si lojtarin më të mirë në botë. Unë e ngacmoj ndonjëherë misterin edhe i them, mister, po ti si trajner, kë do merje nga, nëse te ekipi jot, do të mungonte vetëm një pjesë, do merje Messin apo Ronaldo, prap zgjedh Messin, por po tani është subjektiv. Është subjektiv, miku im, është subjektiv. Një brazilian që e thot, kalojm pak te pjesa tjetër, ti e di ç'ndodh tani. Tek talenti i tretë i Lenidës, psikologjia. Tani do shohim pak sa situata me VAR. Lenida, kemi një lojë për të dalë te Lenida psikologe. Çfarë ka patur në mendje lojtarët kur kanë bërë këtë veprim? Dhe foton e parë kemi kafshimi më i famshëm në histori ndaj Kielinit që ka bërë pikërisht Luis Suarez. Çka ka menduar? Një nga kafshimet se ky ka kafshuar pra. Një ndër. Ironike shumë e bukur, pëlqeu, është problematik. Tani teknikisht kafshimi është shenjë frustrimi emocional. Një person i cili nuk rregullon dot emocionet e tij, ka qenë ngjarja e tillë në këtë rast. Edhe sigurisht kërkohet një person i cili realisht nuk arrin dot të menaxhojë emocionet e tij, siç e ka treguar në raste të tjera Suarez. Dhe përdor kavitetin oral në këtë rast, që është një formë për të shpalosur, po themi atë ankthin që mund të ketë. Nuk e di se nuk përdor dhe këmbët e tij për të bërë gol, a? A nuk është për të shtruar spital miku im? Është i çuditshëm. E kritikuan shumë brapa. O vëlla, ky dhe në Amerikë bëri prapë, të më lështoj. Po di e ka parë. Ky është përsëri të shoh, ky është për burg. Që e ka pritur topin me dorë Suarezi. Tu shumë i ka bërë se për ekipin e vet. Botrori 2010 Dali topin me dorë Ghana Uruguay. Dhe më pas penalltia u humb. Tani fillimisht aspekti psikologjik i ndaljes së topit në mënyrë pa rregull nga Silvinjo, nga Suarez, dhe më pas bua dhe aspekti psikologjik të atij lojtari që humbe penallti. Shikoj, tani nuk është aspekt psikologjik i ndalimit, nuk është ndalimi i pavullnetshëm, në sensin që sa i pavullnetshëm është që prekje ndonjë gjë. Dhe për ta kujtuar ndjes, vetëm një detaj vogël, shtesë doli duke qarë, por kur humbi penalltin filloi festonte. Po priti dhe pa, pra besonte që dhe mund të humbej. Priti e pa. Normal që mix emocionesh në këtë rast, se të ndodhin vërtet në futboll. Shiko, është instinkt, kur luan për një klub ose për një kombëtare që ti e përfaqëson, ke një lloj peshe të madhe emocionale, domethënë lojtarët sigurisht që kanë shumë
po themi audiencën e cila është emocionuar, tifozët as nuk janë, po themi, logjik edhe ti kuptojnë edhe gabimet që mund të bëjnë, sepse ti mund të humbasësh një finale ose një ndeshje shumë të rëndësishme kualifikuese për kombin tënd duke bërë një gaf dhe njerëzit tonë po ti paguesh, po ti supozohet që je profesionist, po supozohet që ke pushuar, çka ke bërë gjithë ditën. Edhe kështu që sigurisht në këtë rast, por janë edhe pak ekzibicionist lojtarët, domethënë kërkojnë të jenë në qendër të vëmendjes dhe Suarez është një nga ata, është si puna e saj dorës së Zotit Maradonës, kështu që ndonjëherë dhe disa veprime mund të mos jenë të llogaritura paraprakisht, por në momente të caktuara edhe mund t'i bëjnë sepse e dinë që mund të ketë një lloj impakti tek audienca. Po pastaj kur humbet atë penaltisi që humbi ai i Ganës, sa të shkatron psikologjikisht, kur them shkatron. Edhe lojtari që humb penaltin edhe portieri në fakt që nuk arrin dot ta presi një penalti, pavarësisht se pesha është më e madhe tek lojtari, por është realisht shumë. Ne e kemi provuar vetë në Shqipëri me penaltin 3 muaj pa gjumë tha madhe. Kështu që është realisht shumë sepse ajo është një gjë që mund të ndryshojë jetën tënde si lojtar, se mund të bëhesh hero dhe e dim shumë mirë që futbolli e ka këtë lloj aftësie për të bërë ty një person të rëndësishëm, jo në sensin e statusit apo diçkaje, po të jep disa emocione që ti ndoshta e mban mend një futbollist më shumë se ç'mban një figurë historike mend apo një person që ka bërë një shpikje të caktuar për njerëzimin. Portierët thonë që kanë një drasmangut, nuk e di busa duhet të ketë që një 3 sepse e ka bërë ja 2-3 herë këtë. Ky është karakter, ky pëlqen si karakter mua, unë vdes për ta. Tani, nuk mendoj të jetë okay në të gjithë qelizat e trurit vetë që ka bërë këtë gjë. Jo, nuk është sjellje e bukur mbi të gjitha dhe sidomos kur fitohet shumë bukur, fituesi nuk diskutohet, nuk shahet, po nga ana tjetër ti duhet të kesh respekt dhe loja këtë gjë të mëson që duhet të kesh respekt edhe për kundërshtarin, sepse mbi të gjitha ka bërë mjaftueshëm mirë gjatë gjithë kompeticionit sa të arrijë në finale. Ti mund të kesh pësuar gola, siç është në këtë rast, por ke edhe kolegë të tjerë të cilët ato dorez që ti po e mban në dorë, e kanë përdorur për të mbrojtur panellën e kombëtares që kanë përfaqësuar. Kështu që është asocim pak i shëmtuar në këtë rast. Komentoj pak ti këtë madh, lutem. Kjo është ndihma që FIFA i dha Leo Messit në penalti nga ndeshjet e grupeve deri në kualifikuese, më pas mori trofeun. Kjo është ke parasysh ato projektet në shkollë që e bën punën 3 veta në projekt. Ja. Ka fol e fulosi puni vë pik sa fjalie. Është fiks ai, tamam, pik, nuk kam çfarë them fare, foli shumë bukur. Ronaldo ndryshonte? Vlla, Ronaldo kur mori Europian ishte lojtari kryesor i Portugalisë në çdo ndeshje. Nuk ndeshje. finale. Kush e bën deri finale? Se Messi nuk kontriboi. Mos të përtasim këtu, të lutem shumë. Nuk kontriboi te finale? Për çfarë finale? Te finale do të rruga drejt finale. Ja, rruga fare. 3 penalti ka bërë Messi. Mirë, kam Elenitën tani se ti ta di mendimin. Kërkoj ndjes. Që ai është lojtar fantastik edhe që nuk mund të krahasohet me asnjë lojtar tjetër. Domethënë të dy dhe Cristiano dhe ai janë dy shtylla që thjesht si dy dreca paralele që nuk miksohen, nuk i thua dot ky është më i mirë apo më i keq, por janë në të njëjtën linjë. Pastaj është çështje preferencë, çfarë natyre lojtari pëlqen. Unë mendoj që ai botrori i Argjentinës nuk ka qenë më bindsi. Unë nuk jam thash as tifoze Italisë, as tifoze e Gjermanisë aq më tepër, domethënë, por Gjermania ka qenë bindse ty të mund të çdo ekip, ndoshta edhe po të krijoje një ekip 2014-ën me më të mirët e çdo kombëtare, prap do fitonte Gjermania. Franca ishte shumë bindse në 2018-ën. Kështu që kjo Argjentinë mua nuk më jepte atë idenë e pathyeshme. Ndoshta nuk ka humbur as më mbrapa, nuk po them se sigurisht që po ka pasur shumë luhatje që në fillim të kampionatit fillimisht një herë që i bëri spektakël Arabia Saudite. Më pas ka pasur vështirësi dhe me ndeshje tjera, edhe kështu që nuk është se ishte ajo triumfatore si Spanja 2010-s që falenderoj Kolomani, miku im se sot do çaje, po ç'ti bëj Kolomani që nuk jashtron Mbappé katmajt. Falenderoj Dibu që e priti se ishte pritje. Kolomani ta shëndon katmajt Mbappé lart ishte gol. Mbreti Lordi Perandori, kjo ka qenë finalja ka qenë gjithë finalja me Atletico në Madridit, e mban mend se ndeshje? Sigurisht. Pyetja ime këtu është një lojtar që merr kaq shumë dashuri dhe vëmendje nga publiku. Mendon që ndonjëherë kjo qendër vëmendje ndikon për keq, pra të gjithë presin prej teje të bësh diçka? Se ky është moment shërimi për atë. Po, e vërtet të thoja, është një lloj momenti paqe, edhe po ta vini re dhe mënyra se si sigurisht ai ka grintën e vet akoma tani që luan në Arabi, por ka një lloj qetësie dhe duket sikur po shijon këto momentet e fundit ndoshta të futbollit. Fatkeqësisht për të edhe për neve që nuk do e shohim më, por në një moment ku ti ka arritur maksimumin, ai nuk ka arritur të fitojë dot një kupë bote, por teknikisht në Champions League mban emrin e tij edhe ka arritur shumë gjëra, kështu që është thjesht një
të shijuarit e asaj çfarë po ndodh, çfarë ka shkaktuar ai, dalim prap tek ai lloj emocioni. Ma kanë bërë pyetje lojtarëve në fakt, që si ndihet emocionalisht një lojtar kur gjithë stadiumi të thret emrin. Domethënë duhet të jetë shumë emocionuese dhe duhet të kesh një lloj karakteri të veçantë, flas nga ne njerëzit normal që bëjmë punë normale, që ndoshta s'kemi të bëjmë me të tjerë që na shohin si model ose si që të presin nga neve, po është frustrim shumë i madh dhe është shpesh shumë e madhe përgjegjësie që ti 100.000 njerëz që janë aty dhe miliona që shohin nga ekrani, që ti lumturia e tyre se futbolli të sjell emocione, të sjell pozitivitet, të sjell lumturi, varet nga ajo çfarë ti bën me këmbët e tua. Tani, për të shtuar diçka, Patjetër. se ky lojtar i këtu jo vetëm është shumë i mirë në fushë, por dhe aspektin psikologjik ky e ka të frikshëm. Që te United pati shprehjen e famshme, your love makes me strong, your hate makes me unstoppable. Që në shqip është dashuria jote më bën të fortë, urrejtja juaj më bën të pandalshëm. Që këtu besoj tregon çfarë lloj psikologjie ka ky lojtar i frikshëm. Absolutisht, ai punon shumë me veten e tij, edhe kjo të bën besoj unë ta admirosh kushdo, edhe dikush që nuk është tifoz i tij, sepse nuk po merremi tani ka qenë drejt, ka qenë pa drejt, sa topatar ka fituar, sa raste ndoshta ka humbur etj. Por në thelb një person i cili vjen nga asgjëja, se futbolli këtë gjë ka të bukur, ty nuk ka rëndësi se sa i bukur je, sa para ke, nëse je djali ose vajza e dikujt. Ti nëse nuk ke talent realisht, me fat nuk ecën dot. Mund të ecësh me fat sepse dëmtohet ndoshta ylli skuadrës ose dëmtohen 3 portierë dhe ti je portieri i 4 edhe të bie rasti që të luash, po nuk zgjata shumë fati sepse klubi do blej dikë tjetër, do gjej dikë tjetër, por nëse si je i talentuar nuk ja del dot. Por është presion kaq i madh sa të duhet që ti të punosh shumë me veten tënde edhe për të arritur që të jesh më i miri. Dhe foto e fundit që kemi, kjo është një mesazh ndoshta për botën e futbollit. Derbi me zjarrt, Milan-Inter atyre korave, tregon që edhe në momentet tensioni nga tifozëria, ndoshta lojtarët prapë mund të bashkohen. Është vërtet. Fuqia e futbollit pra. Eksakt. Dhe kjo vlen edhe për ne të Realit me ju të Barcelonës, që pavarësisht se ka ato 2-3 herë në vit që mund të ndeshemi, vazhdon që gjithë vitit, po të paktën ka momente. Ata Barcelonës s'marrin pyk hiç. Tejten. Si mendon sa të ndesha pa duar rezultat koke? Autorët e golave ndash thuajnë ndaç jo. Unë them 2-0. Një gol në pjesë parë, një gol në pjesë dytë. Bukur, pra. Parashikimi perfekt. Tani mund ta bëjmë mbylljen shumë të bukur, Flor. Jepi. Okej. Urojmë që 2 golat i shohësh nga afër, ti je atje. Edhe faleminderit që ishe këtu me ne për gjithë këto rrëfime që dhe për lojën e bukur që bën. Shumë faleminderit juve, ishte shumë kënaqësi edhe u ndjeva shumë rehat për të folur, se zakonisht jam mësuar të flas për gjëra të tjera profesionale, po të flas vetë si Lenida është gjë që ndodh shumë rrallë. Kënaqësia jona dhe dëgjohemi në suksesin ndaj Anglisë. Ándale.